Gjatë vitit 2025 u përfunduan investimet në prokuroritë e Gjirokastës, Vlorës dhe Durrësit, ku janë regjistruar ambientet në këtë prokurori në zbatim të marrëveshjes me KLG-n dhe Ministrinë e Drejtësisë, si dhe ambientet arkivore të prokurorisë së Elbasanit. Në funksion të rritjes së sigurisë janë pajisur të gjitha godinat me mjete detektuese kundër metaleve dhe me punonjës sigurie për të cilët na dha mbështetje nga ky komision parlamentar me buxhetin e vitit 2026. Ende mbetet shumë problematike situata e infrastrukturës në Tiranë dhe Sarandë, ndërkohë që me plotësimin e organikave parashikohet rëndimi i situatës në Durrës dhe në Fier. Situata në këtë drejtim paraqitet mjaft komplekse sa i takon zgjidhjes në një fat të arsyeshëm, pavarësisht se ka dhe një angazhim nga ana e qeverisë në rastin e Tiranës. Vlerësoj se ka nevojë për një vëmendje të vazhdueshme nga ana e Komisionit të Ligjeve në raport me zgjidhjen e kësaj situate shumë problematike që prek sidomos prokurorinë e Tiranës, por dhe gjykatën e Tiranës dhe gjykatën e apelit të qytet. Ndërkohë ka vijuar normalisht puna për ngritjen e sistemit menaxhimit të çështjeve në prokurori, procesi i cili parashikohet të mbyllet në vitin 2028.